Momentalisht janë 1500 krerë. Në total, sa krerë gjela keni patur? Kemi pasur deri në 3000 krerë. Gjelat janë në teren, janë super të mirë, kullosin në jongjë, në për ullinj, në për hambull të misrit edhe u hedhi misër në stallë. Pra kanë shijen e gjerit të Mallakasës. Është zona e Mallakasës buti themi neve. Se Mallakasë regër fillon nga Ballçi për pjetë. Për sa vitesh merreni me këtë aktivitet? Ne me këtë aktivitet po merremi kemi 4 vjet. Edhe ky vit është shumë më i dobët. Rini s'ka, pleqëria është pa lek, themi. Laçë çfarë thon ata që kemi ngritur kaq, që kemi ngritur aq. Ajo rrog nuk u del vetëm për ilaç aty, për aspirinat jo më tepër. Atëherë të pyesje pak për të gjetur tregu për të shitur gjelat e detit, si e bëni? Ka ndonjë ndihmës nga në shtetit apo e keni vetë privatisht? Shteti nuk ka dhënë as dhe një ndihmë edhe as nuk ndihet. Shteti vetëm ha edhe fut në xhep. Populli fukara sa s'ka ku të vej me. Këto veprime ne i kemi bërë vetë me djersë e me shpalla bashkë me gjithë fëmijët. Subvencione nga shteti keni marrë? Subvencione jo, po asnjë buzëqeshje jo, vetëm urrëtie. Vetëm duan që të vinë nga jashtë, a herë qeshin ata ku vjen mishi i kalbur, që ta bllokojnë nëpër dogana. E të fusi parat nëpër xhepa, gjoja është i festuar popullit. Mesatarisht, sa u kanë vajtur shpenzimet në vit për të rritur mbi 3000 krerë kapojndeti që e keni ju? Shpenzimet kanë vajtur rreth 45 milion. Domethënë vetëm ushqimi edhe rritja. Pa hequr do me adhapin ton. Ai nuk futet fare, do me quhet zero se i marrin ata ato e sape. Për këtë vit keni patur shitje? Shumë dobët e kemi mbledhur pazar nuk ka shitje, sepse shteti bie nga jashtë. Po tregjet si i gjeni? Tregjet brith rreth më rreth edhe mal më mal, ku të ketë, se as rrugë nuk ka tamam. Më shumë shitje ku keni bërë? Në këtë qytet? Shitjet më tepër janë bërë në Vlorë, Berat edhe Fier. Këto janë pikat më kryesore, do të që ka deri diku shitje. Shpresoni se deri në ndryrimin e vitit do të shisni? Themi se edhe do mundohemi, po është me shumë vështirësi. Me sa lek shitet kilogrami i gjelit dhe i pulës? I gjelit deri sot ka vajtur me 7. Ku aty është mishi i derrit, që është derr, po e jep me 7. Jo mishi i gjelit që është një herë në vit. Mishi i pulës është me 8. Është shumë dobët. Po në krahasim me vitet e kaluara, këtë vit është më shtrenjtë mishi apo më i lirë? Një kategori po thuase është. Domethënë edhe vjet me këtë çmim. Me këtë çmim e shitu edhe vjet.